Dhe duhet I përkujtojmë haxhiler tonë që ka shkuar alhamdulillah në mesin tonë dhe vllau jon Petriti Allahu subhanahu ja mundsoft me e kalu sa ma lehtë dhe e pranoft. Sepse ju dini se ka një hadith vërtet për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në hadithin e Buhariut dhe Muslimit ka ardhur, ka thënë dashuri jon alayhi salatu wassalam, al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma. Njëra umra deri në umrën tjetër. Njëra umra që kryhet deri në umrën tjetër, krejt që ka ndodhë mes këtyre dyave, Allahu azza jall do t'i falë. Allahu azza jall do t'i falë. Nuk po flasim këtu për zullumët që ti bo dikujt. Jo, për gjunat që jetë mes teje dhe Allahut azza jall, për gjunat e vogla. Jo për të maja. Për të maja duhet penduar, mirë për gjunat e vogla. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna. Kurse thot haxhi I pranuar, haxhi që kryhet ashtu siç ka dashur Allahu dhe ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot laysa lahu jazaa'un ila al-janna. Nuk ka problem tjetër veç se xhenetin. A don diçka që nuk ka problem diçka tjetër? Shkon haxh. Krye haxhin. Unë vallahi e di vllazni, unë e di se o bo shumë shtrejt. Unë e di se u bo shumë shtrejt. Dhe unë e di se shumë prej atyre domethënë nuk është një person që ka shtrejtu haxhin. Është kompania e fluturimeve. Janë ata të hoteleve, janë ata të ushqimit, janë ata transportit, janë ata të vizave, janë, domethënë ka shumë njerëz, secili kanë ngritë çmimet dhe kështu ndodh. Nuk po themi se është e drejtë, as që është e mirë po. Prapë ti dhe unë duhet të kemi jetë për haxh. Dhe vallahi ai që ka jetë për haxh, Allahu ja lejon rrugën. Edhe nëse nuk ka të ardhur, edhe nëse nuk ka parë, edhe nëse nuk ka të kursyme, Allahu ja lejon dhe ja mundson. Ai që me dy mendje, Allahu nuk e mundson. Se Allah nuk ka nevojë për ty. Allah ka mjaft prap që shkojnë atje. Shkojnë komë, shkojnë nëpërmes detit me aeroplane, pa aeroplane që shpullën. Ka plot që shkojnë. Nuk është ti nevojshëm Allah për ty, as për mua. Nuk është ti nevojshëm për neve Allah azza xal. Këtë duhet ta kuptojmë. Dikush më thot 2 metra dhe 5 me kry haxhin. Hani inshallah e çau deri atë. A mund të Allah nuk ka nevojë për ty. Ti ke nevojë për Allah. Ti ke nevojë për xhenetin e tij. E pa rastin aty vllaut Amirit. Allah azza jalla shpërblet për të mirë të tij, 2 herë kthyer plani shkaku I tij. 2 herë kthyer plani shkaku I tij. Pse? Se ka pas njëtën e pastër. A nëse njëri nuk ka njëtën e pastër, vallahi me kemë qenë në komën e fundit shku. Sa ka bu kabul Allah azza jalla. A nëse ta ka bu kabul vallahi në fund dunjas në kom, Allahu ta çon mjet edhe kimë shku. Andaj o vllazni, secili prej nesh duhet ta ketë çdo herë parasysh haxhin. Sepse është njëra prej 5 shtyllave. Bunya al-Islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Njëra prej tyre është haxhi. Shtyllë për shtyllë të fesë. Nuk është një punë anësore. Është fars. Është obligim momentin që ti dhe unë jemi të shëndosh, nuk kemi probleme dokumenta dhe kemi mundësitë financiare. Nëse plotësojmë këto kjo obligim. Andaj, lutem Allahun azza xal që të gjithë neve me na mundësu, me na lehtësu, se nuk është lehtë mirë po, nëse robi me të vërtetë e bën jetën, Allahu azza xal padyshim se ja hap rrugë dhe e lehtëson. Dhe vallahi në shumë të rasteve unë njeh shumë njerëz, njerëz shumë pasur dhe njerëz shumë barbër, në shumë të rasteve nuk është kjo punë që ka të bëjë diçka me parë. Nuk është kjo punë që ka të bëjë me parë. Ka shumë prej atyre që kanë shumë parë në Allah nuk ja ka mundësuar shkunaq. E ka prej atyre që mend se e kalojnë muin, Allah ja mundson shkunaq. Po nuk është kjo një çështje e parëve, po është çështje e njetit dhe sinqeritetit. Allah azza wa jalla bëj për tyre, e na udhëzoft, e na forcoft në rrugën e tij. Allahumma amin. Aqul ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.